Shumë herë më ka ndodhur të flej duke i lexuar këto poezi, po kur s'm ka ndodhur të jem kaq ngushtë midis si mes një libri. Këtyre poezive, po si mes një libri, është një përjetim i veçantë. Përjetimi i veçantë ishte vizita në të dy muzeet, kur e mendoj sa shumë energji ka pasur ky pallat, gjithë trurin, ndoshta gjithë shpirti, gjithë letërsia jonë në një pallat, në dy kate njëri mbi tjetrin. Muzeu Kadare ishte poshtë, më dha emocione të jashtëzakonshme, sidomos ideja ta shoh veten tulur pranë oxhakut të tij, që ka qenë një oxhak luksos për kohën, ndoshta edhe pak skandalos, kemi parë diskutime lidhur me atë. Nga ana tjetër, tu flasësh të shkruash në një ulse aty përballë skrivanisë, ku është shkruar ndoshta pjesa më e bukur e letërsisë sonë. Kështu që secili që vjen mendoj që merr shumë, po ne ndoshta pak që jemi më shumë të apasionuar nga letërsia në përgjithësi, nga letërsia bashkëkohore jona, nga Kadarea dhe Agolli. Më thënë, këtu me dorëshkrimin e tij janë poezit dhe kjo jep një ndjenjë krejt veçantë, pak në sfond dëgjohet lehtë zëri i tij tek i reciton aq bukur vjershat që mendoj se me zë i shtohet ende edhe vlera artistike më shumë.